me udhëtu, ndështëta mi ndihmu familjeve tjera, ka zgjedhje sa dush në botë. Po nëse ti ndjen veten, që ti don familje, të lutem, mos e muna as veten, as mu. Mos ma merr një pjesë tjetës unë me luftu me ndjenja. A ishte vështirë kjo me e thonë? Shumë. Që du mu lidhë ke? Edhe thësha qysh kam i thonë se e mendojsha humbjen, e mendojsha që është drejta e ti, po është drejta ti. Jeta është një e kemi, Lirona, nuk i kemi dy që me thonë, këta 5 zgjedhje ato tjetërën. Dhe më thonë, këta, a im ka thonë, unë po du me konë me ty, fmit janë sa janë, edhe kam me fillu jetën e vetë me vazhdu, kështu që unë e du me ty me kriju edhe kena shumë gjanat bukra me bo. Më ka dhonë fuqin e botës. Edhe aty, jo më nalë kom thonë, okej, unë kom zemër edhe ndjesi për fëmijë tjerë. Kom fillu me shku, me gjetë vetën kur kom punu në Red Cross, që është një organizat gjithë e njojnë botërore e mirë, kom taku fëmijë, kom taku familje që me të vërtet ka nevoj me ditë se si me dhonë dashurin. Ti me ndonë se familja që shritësh që ashtu kritë bota du të me konë, po në të vërtet nuk është. Edhe diri sa ti e përjeton, marë parasysh se prind të regojnë, dosh me bo kështu, ka njerës tjerë, mënyra e komunikimit tonë, që shka qenë për para krahasimet, djalja ti ma i mira, ki pa i si ka që ka kiti, po faktikisht është e drejt një farë mënyre që gjithë jemi ndryshe, çdo shtëpi ka kulturën e vetë. Unë kam menu që krejt du të me dhonë dashni, me pas që ka dojnë, edhe s'bën mu diskutu gjana që edhe Mr. Hall ashtu, jo kështu, ajo kjo. Vazhdo puna është punë, edhe knaq vetën edhe tjerët rreth teje. Edhe kom vendos me punu, po në këtë rast kom marrë trajnime shumë të mira në punën sociale, e ajo më ka shty mu me bo shumë evente bamirësis. E ku ma shumë se për Kosovën tem, për vendlindjen tem. Por ajo të përmbush, mu më ka përmbush fëmijët me të cilët i falenderoj shumë familjet që ma kanë dhonë atë besim që kur si e prind është shumë e vështirë, ti nuk e din çka do të thotë friga e prindit. E kuptan, me jalon bikqyrje dikuj tjetër, ndoshta po thëmë fatin ose rrugtimin për me zgjedha ta një fat tyne. Unë po thëmë guximin që e kom pas atjerë, sot isha mendu 2 herë, a guzej dikujt mi thonë, apo ma jep ti djalin, dalim ose qikën, me bo une që ka po du, që ka po e sho, faktikisht letra që kam thët është ma e mirë për jetën e tyre. Aty kom pranu një dashni të veçantë për këtyne fëmijëve. Jam plotësu si grua, si femën. A da kjo forcë më shumë për ta nis një rrugtim tjetër rreth të qenurit nën, përmes një rrugë tjetër që tashmë përbohet sado e vështirë ose sado me frikë që mund të mirret nga gratë edhe burrat në të njëjtën kohë, por i hyn si punë. Po, më kujtohet, Lirona, unë që shë përmenda më përpara, do më thonë është personaliteti e, që ndoshta i mbaj gjitha mbrenda. Edhe më kujtohet, ajo nuk më ka shërby mirë, as pak në shëndetin tim, se në gjatë periudës që unë vetëm të më thonë, kush e kupton, polycystic ovary syndrome, kërkoj shumë falje se momentalisht trunis, po ma qetë shqip se s'pedi, ka të bëjt do me thonë me vezorët, është cistat e vezorëve polit vogla, nuk jam në mjekësi, po harroj se si i thonë, ajo e t'i ndronë të gjitha hormonet të një grua, bashkë që duhet, shkojnë në drejtime të kundërta. Në gjithdo aspekt i shëndetit... Në ti u diagnostikove me këtë sindrom, Po. Në atë kohë, ishin të më thonë mënyra të tretmaneve të ndryshme, po unë ndësha pa vedjen time kom qenë një lloj depresioni që unë s'kom dash me pranu vetës, nuk kom dash mu të regu e ligje jo e fort në prezencën e tjerve, se gjithë më kam pa buqa është e fort, ajo i ka zgjedhjet është e busqeshën i bon, po shpirt jam të nkohën ka kajt në ato momente kur kom pa. Por, kom thonë, a di qka, kom qenë një herë shumë keq, edhe kom shku të doktori me kërku ndim, di qka, qëfar mundësie ka tjetër. Ka thonë, Zonjë ka thonë, nëse ti vazhdon këtë ritëm, pa gjumësia, diabeti, tensioni, yndyra, gjitha u shfaqen, pesha masive, më kanë